Lidhe me zotin Agron Haxhimali për të kuptuar diçka më shumë rreth vendimit të maxhorancës ditën e sotme, por edhe për atë që pritet të ndodhë. Zoti Haxhimali, përshëndes edhe të falenderoj shumë. Faleminderit dhe juve dhe unë ju përshëndes nga Strasburgu. E di që jeni impenjuar, pa humbur shumë kohë, dua të bëj një 2 pyetje për të kuptuar vendimin e Partisë Socialiste ditën e sotme. Do të shkohet në kuvend për të zhbërë formulën edhe për t'i hapur rrugë reformës territoriale, të cilën me sa duket Partia Socialiste ka vendosur ta bëj vetë. Si të duket vendimi i maxhorancës? Lajm shumë i keq. Krejtësisht i gabushëm, krejtësisht i nxitueshëm. Unë mendoj që pavarësisht që janë në presion të madh të apateve kohore, sepse kanë ngel vetëm 4 muaj, por reforma të tilla strukturore kanë nevojë për bazë të gjerë konsultimi, për bazë të gjerë konsensusi, jo vetëm Partia Demokratike, po të gjithë partitë që spektri politik pra i partive që janë në Shqipëri dhe paguan nga taksa paguesit shqiptar, por jo vetëm, të gjithë komunitetet lokale, institucionet lokale, shoqëria civile. Ajo që më vjen keq është fakti që çfarë ndodh në Shqipëri, si riciklohen e përsëriten gjërat. E njëjta situatë para 10 vitesh, por me ndryshim shumë të madh. Para 10 vitesh maxhoranca ishte më liberale, më toleruese. Në fakt unë kam qenë aktor dhe gjithmonë na thonin bini propozimin të vi Partia Demokratike, patëm disa tryeza, ne do gjejmë gjuhën e përbashkët, jemi krejtësisht dakord të ulemi, të shikojmë edhe numrin e bashkive, si pra kush do të arrisim apo të zvoglojmë, po ideja ishte të bëjmë të përbashkët. Kurse në vitin 2025-2026, një pushtet që ka 13 mandat, ka hyrë në mandatin e 4 dhe t'i ketë notat kaq agresiv, nuk më pëlqej përpos lojrave politike. Mendoj që një pushtet i ngopur dhe me pushtet i besueshëm nga qytetarët, nga komunitetet, duhet ishte më tolerant, edhe politikisht, edhe nga pikpamja institucionale, dhe nga pikpamja kushtetuese. Këto reforma e kanë të nevojshme. Fakti që e prishin nuk është një lajm i mirë, sepse edhe mos e prishte ato komision normal, maxhoranca i kishte numrat, por 2 gjërat duhet t'i them. Maxhoranca jo shumë e sinqert për këtë reformën territoriale, do ta sqaroj pse. Para 2 vitesh u ndërmor dhe një herë kjo reformë, edhe maxhoranca tha, kjo ne nuk do bëjmë ndryshime organizative, territoriale, reforma është e suksesshme dhe nuk kemi pse ndryshojmë as numrin, as çështjet administrative, ndërsa opozita për herë të së vërtetës u tregua më e sinqert. Ajo pranoi si kishte bërë gabim në bojkotin e 2014-s edhe propozoi një material, unë kam qenë i angazhuar vetë me një numër bashkish më të mëdha, duke thonë që i mbajmë këto që kemi dhe krijojmë disa bashki rurale dhe malore për t'ju shërbyer qytetarëve atje. Tash pas 2 vitesh maxhoranca thotë që jo, reforma nuk ka ecur mirë, ne do ta ribëjmë sërish. Pra, jo shumë e sinqertë, është pak hileqare. Por nga ana tjetër, çfarë dhe rete opozita, pa mendim strategjik fare. U fut në atë komision duke ditë që s'ka as mekanizma, as instrumenta, as për ta bllokuar, as për të ndjekur reformën në atë komision. Pra është ulur në mënyrë të rastësishme, pa ditur se ku po shkoj. Një opozitë zgjuar, për mu, para se të ulte dhe të kërkonte këtë komision, duhet kishte një dakordsi për një set gjërash që ajo pretendon se duhet sjellë ndryshimin. Nëse nuk merrte këtë dakordsi në kohë, më mirë mos hynte në komision dhe me bë e hapa, e mbylla, e futem apo dal. Në kuptimin e përgjithshëm për ta përmbledh në interesin e Shqipërisë, të shqiptarëve, në interesin e reformave, nuk është lajm i mirë, janë përgjegjës të 2 palët.